Objekt i kësaj kërkese është vlerësimi i kushtetutshmërisë aktgjykimit të Gjykatës Supreme me referencën ARJ numër 73/23 i datës 14 gusht 2023 dhe pretendimeve të parashtruara nga parashtruesit e kërkesës në kërkesën individuale, e cila në gjykatë është regjistruar me numrin e referencës 278/23. Parashtruesit e kërkesës pretendojnë se atyre u janë cënuar të drejtat pronësore, përkatësisht të drejtat e garantuara me nenin 46 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, për shkak të refuzimit që kërkesa e tyre të regjistrohet në regjistrin publik kadastral, si bashkëpronare në parcelën kadastrale me numër reference 5937/0, mbi të cilën do të thotë apo në të cilën parcel ka ekzistuar objekti kontestues përkatësisht prona kontestuese. Objekti i banimit në fjalë ka qenë i vendosur pra në Prishtinë në ish rrugën Njegoshi numër 4. Tani dhe sipas shkresave të lëndës referuara diku si rruga Andrea Gropa dhe diku si rruga Bedri Pejani, ku sipas parashtruesve të kërkesës objekti është dëmtuar rënd dhe djegur si pasojë e luftës dhe më pas i njëjti është rënuar nga komuna e Prishtinës, përderisa të njëjtat, pra parashtruesit, kanë pasur sipas pretendimeve të tyre të drejtën e pronësisë mbi shtëpinë në bazë të vendimit të Komisionit të Kërkesave Pronësore të Kosovës. Kërkesa ka të bëj pra me vlerësimin nëse refuzimi i kërkesës parashtruesve nga autoritetet përkatëse përcjellur edhe me refuzimin e kërkesës nga gjykatat e Republikës së Kosovës për regjistrim në regjistrat publik kadastral, përbën shkelje të drejtës në pronë në kuptim të nenit 46 të Kushtetutës, si dhe po ashtu edhe pretendimet për shkelje të nenit 7, 23, 24 dhe 27 të Kushtetutës së Republikës Kosovës. Gjatë luftës nga bombardimi shtëpia u dëmtuar rënd. Drejtori për planifikim dhe rindërtim dhe zhvillim të Prishtinës me 2 mishin shkruan: Nevroz Nura, pronar i shtëpisë P+1 në Prishtinë, në lagjen e Njegoshit 4, ju është dëmtuar djegur objekti. Propozohet ndërtimi i ri i objektit. Pas përfundimit të luftës së fundit me 21 notin 2000 vdes djali i vetëm Besim Nura me banim në Mitrovic pas të gjitha katrahurave të luftës dhe si pasojë e përjashtimit nga banesa e cila gjindej mbi urën e Ibrit nga të ashtu quajturit rojet e urës. Bashkëshorte janë mbet me 4 vajzat jetime pa banesë dhe pa shtëpinë e vjehrit gjyshit. Me 2001 ndroi jetë Nevroz Nura. Trashëgimtarja e shtëpisë bashkëshortja Meliate Deva Nura nga gjykata komunale në Prishtinë shpallet trashëgimtare e tërësishme e patundshmërisë dhe ky aktvendim është i plot fuqishëm që nga data 31 i pari 2005. Gjykata themelore dhe ajo e apelit bin vendime që ndër të tjera bazohen në dokumentet inekzistus të datës 31/01/2008. Shtrohet pyetja: me dashje apo pa dashje, keq kuptim apo qëllim, apo mos ka të baj me anashkalimin e vendimit të gjykatës komunale të Prishtinës. Unë nuk e di. Por me veprimet e njëpasnishme për vite e vite me radhë, shkeljet e drejtat e pronarës Meliate Nura në pronësi, prej konstatimit për rindërtim të datës 17/10/2007 nga drejtorati përkatës të refuzimi të njëjtit drejtorat për shkak të rregullimit dhe planifikimit të hapësirit, datë 7/11/2007, edhe pse të gjitha shtëpijat për rreth janë private dhe janë rinovuar apo rindërtuar, vetëm shtëpia e pronarës jo. Shkelje e nenit 7 dhe 46 i Kushtetutës dhe deklaratës së lirive
të drejtave të njerëzit, Neni 17. Trashëgimtarët e pronës, Serveti, Afrodita, Afrozina dhe Diana, që të gjitha mësimdhënëse deri në pensionim janë të gjinisë femrore. Nuk besoj se do të ndodhte kjo zarritje dhe torturë psiqike, po që se të gjitha trashëgimtarët mos të ishin femra. Fakt është se asnjë shtëpi tjetër në këtë lagje nuk ka mbrit të zaritur për realizimin e rindërtimit, e që a janë të gjitha këto me leje. Neni 24 i kushtetutës është i thyer. Bëhet kërkesë për nuk jipet kopja e planit urbanistik. Neni 41 i kushtetutës. Pastaj kryetari i komunës bën vendim. Refuzohet kërkesa për shkak të planit operativ qendra 1, që do të realizohet në bloqe ndërtimore duke bërë bashkimin kompensacionin e tokës ndërtimore. Por fakt është se kjo në vitin 2008, por fakt është se u realizu parkingu i komunës që funksionon sot për makina prapa shtëpisë së dëmtuar Rande, cila u rënua. Rënimi i plot hapte qasje në 2 rrugë, Bedri Pejani dhe Andrea Gropa, për qarkullimin e makinave, por rrethimi i hapësirës pamundsoi këtë. Komisioni i kërkesave pronësore bën vendim grupor. Melihate Nura ka të drejtë në posedimin e pronës në fjalë me 2011. Asnjë gjykat nuk e përfilli këtë vendim. Të gjitha ankesat u refuzuan. Me sugjerimin e komunës më 2014, Unikosprojet bën arkitekturën e gjendjes ekzistuese të objektit të banimit të Prishtinë, por prap pronaria u refuzua për realizimin e të drejtës që i takon. Nuk vonoi dhe pa informim të pronarës komuna bën rënimin e objektit. Neni 55, e drejta në pronësi nuk shlyhet. Melihate Deva Nura, që dha dhe sakrifikoi shumë për arsimin në gjuhën shqipe në Kosovë, dhe ju cenua dinjiteti, diskriminimi dhe mohimi të drejtës vite me radhë është shkelje e dinjitetit të saj. Neni 23 kushtetutës. Kërkesa për shqyrtim të çështjes drejtua kryetarit të komunës 27/4 nuk pati përgjigje. Të mohohet prona dhe të thuhet se e drejta materiale është zbatuar drejt, është jo vetëm alogjike dhe kontradiktore, por tingëllon edhe si arrogancë pa skrupullt e gjitha në emër të drejtësisë. Pohimet jo të sakta të akt vendimeve të gjykatave, kontradiktat në shkresat zyrtare, zvarritjet e landëve me vite janë tortura psiqike, mizore dhe gjithsesi poshtruese. Neni 27 i kushtetuese. Gjykatat kryesisht për këtë rast merren me arsyetime jo esenciale të rastit dhe në kundërshtim me protokolin 1 të Konventës Europiane të Drejtave të Njerëzit. Dhe nëse bën, unë kam veç një pyetje për të gjithë këta të komunës. A ju përkujton gjithë kjo zvarritje dhe privim në mënyrë arbitrare nga prona kohën e sultanatit, kur përfaqësuesi i pushtetit thot gjyqtarit, Kadi Efendi, gjyqindaje si mas sheriatit edhe livadhin Lemamu. Komuna e Prishtinës, në bas njoftimit lëquar nga drejtoria e kadastrit, ka njoftuar palën paditëse se gjitha objektet që i përkasin që ka qenë ngritur në ngastrën 5937-0 nuk ekziston dhe për të njëjtën nuk mund të bëhet identifikimi i njësisë banesore shtëpi. Komuna e Prishtinës nuk e ka kontestu pronësinë cilën e ka fitu pala paditëse në bazë kontratës shitblerjes të vitit 93, dhe të njëjtën e ka pas të regjistrume në bazë të aktvendimit të vitit 93 të drejtorisë kadastrit, mirë po e njëjta nuk ka mujtur të evidentohet në certifikat të pronësisë për shkak se nuk ka ekzistuar kadastri etazhor deri në vitin 2012. Pastaj, kur ka ardhur në drejtorinë e kadastrit për mu bë identifikimin e njësisë banesore, objekti vetëm se nuk ka ekzistuar, ndërsa sa i përket vendimeve të drejtorisë të urbanizmit, unë pajtohemi me palë që arsyetimi vendimit për caktimin e kushteve urbanistike teknike janë në kundërshtim me vërtetimin cilën është lëquar me datën 17/10/2007, ku vetë komuna i thot palës që duhet të bëhet një raportim i komisionit për shkallën e dëmtimit të këtij objekti, dhe kjo vërtetim jepet në mundësi që pala të mund të realizoj donacionin për rindërtimin e këtij objektit. Mirë po, çfarë ndodh pastaj është se ngastra kadastrale, cilën ka qenë evidentuar njësia banesore para se të rënohet, nuk evidentohet në emër të palëve kërkuese, por evidentohet në emër të PSH, ndërmarrja rilindja.
Edhe vetë një zgjidhje që kish mujt më bot tash që palët me mujt me apliku prap në drejtorinë e urbanizmit, është që fillimisht pronësia të kaloj tek palët, do me thënë e kam fjallën për ngastrën kadastrale, dhe pastaj të mund të aplikohet për lejet të ndërtimet. Ndërsa saj përket vendimit të drejtorisë e inspeksionit, kam vepru në bazën e 34 të ligjit për ndërtimin, për shkak se është rreziku jeta qytetarëve, që ka mujt edhe fëmijët, ose siç dihet është zonë ku është lagje, ku ka mujt me edhe fëmijët mund të kishin hyrë në atë ndërtesë, dhe për të njëjtën edhe është ndjerë vendime për rënimin e të njëjtit. Në këtë procedurë, regjistrimi i objekteve, fillimisht do të bëhet identifikimi i tyre në teren. Momentin që ka dalë geodeti i komunës në teren, e ka identifikuar se ajo njësi faktikisht nuk ekziston. Kërkesa kryesore e ligjit është që të bëhet identifikimi. Thona kushtimisht, do të mu matë njësia kadastrale ose objekti me dimenzionët që i ka, qoftë lartësia, gjitha ato. Kjo nuk ka qenë e mundur të bëhet për shkak se, si që cek edhe nga parafolësit, objekti ka qenë i rënuar në atë kohë, po flasim për vitin 2018-19, dhe mbi bazën e kësaj, Agjencia Kadastrale e Kosovës e ka refuzu ankesën e palës dhe nuk mund të evidentohet një njësi kadastrale inekzistente. Faleminderit. Në rregull. Atëherë, fjala është për përfaqësuesin e Agjencisë për verifikim dhe krahasim pronës, ju lutem. Okej. Ju përshëndes gjithë. Agjencia dëshiron të ju njoftoj se për prunën, e cila gjendet në Prishtinë ish rrugën Njegosheva, shtëpia po banesë në sipërfaqe prej 83-40 metra katror, me datën 30/11/2007, ka pranuar kërkesën për të drejtën e pronësisë mbi prunën banesore me numër të lantës KPA 01318 të parashtruar nga zonja Afërdita Lama për me lihate Nura, në zyrën e AKP-s në Prishtinë si bartësi së drejtës pronësore me një të pjesës ideale të pronës së kërkuar. Pas pranimit të kërkesës, zyrtarët e agjencisë e kanë vizituar pronën me 22/2/2008, me qëllim të njoftimit të personave të interesuar për procedurën e cila është duke u zhvilluar. Por në pronë nuk është gjetur askush dhe prona është gjetur se është banesë e dëmtuar. Andaj njoftimi ishte lënë në pronë që gjatë procedurës dikush ta vrej ato, edhe gjatë procedurës askush nuk ka kërku të drejtë pronësore, nuk e ka kontestu të drejtën pronësore të paraqisjes së kërkesës. Pas shqyrtimit të shkresave të kërkesës, Komisioni i kërkesave pronësore të Kosovës me vendimin KPCC, fraksion D, fraksion R, fraksion 123, fraksion 2011 të datës 7/9/2019, vendos që kërkesa KPA 01318 të aprovohet dhe zonja me lihate Nura është pronare me një të pronës së kërkuar dhe gjithashtu ishte pronare në ditën e dëmtimit të pronës së kërkuar banesore. Gjithashtu, me këtë vendim nënkuptohet që ka pas edhe të drejtën e posedimit apo të shfrytëzimit apo të përdorimit të kësaj të ngastrës. Dokumentet të cilat u kërkuan nga gjyqtarët dhe dokumentet të cilat ju referua zonja Nura në cilësi të përfaqësuesës si parashtruese dhe përfaqësuese e parashtrueseve të tjera, ju lutem t'i vëhen në dispozicion gjykatës brenda 7 ditësh. E njëjta vlen edhe për përfaqësuesit e institucioneve për dokumentet të cilat u kërkuan nga gjykata. Tani ne do të tërhiqemi, do të thotë gjykata tërhiqet për vendimarrje dhe për vendimin ju do të njoftoheni me shkrim, sikurse që edhe vendimi do të publikohet në faqen zyrtare të gjykatës dhe po ashtu edhe në gazetën zyrtare të Republikës Kosovës. Me këtë konstatoj që kjo seancë dëgjimore përfundon këtu dhe ju falenderoj të gjithëve.